Abononi në kanalin ton duke bërë subscribe dhe klikoni zilen për video tona të reja. Jasi të pastroni veshkat. Veshkat janë një nga organet më të rëndësishme dhe funksioni i tyre është vendimtar për shëndetin e përgjithshëm në trupin ton. Ata filtrojnë gjakun për të eliminuar toksinat nga ushqimi të cilin ne konsumojmë. Veshkat pastrojnë rreth 4 kg materiale të mbeturinave dhe ujë të tepërt që kalon përmes urinës. Toksinat janë shkaku kryesor i shumë rregullimeve që prekin veshkat, traktin urinar dhe fshikëzën urinare. Ja cilët janë armiqt më të rrezikshëm që ndikojnë në funksionin e dur të veshkave. Proteina e marrë nga mishi, kripa, ushqime të modifikuara gjenetikisht, ëmbëlsirat artificiale, pijet e gazuara, konsumi i tepërt i produkteve të qumështit, alkooli, drogat dhe ilaçet, kafeina, cigarja, përmirësoni funksionin e veshkave me ndihmën e kaliumit, magnezit, ujit të pastër, frutave dhe perimeve të stinës dhe erëzave të freskëta. Kështu për të pastruar veshkat përgatisni këtë pije të shëndetshme me shumë vlera ushqyese. Një limon i qëruar, një kivi e qëruar, një banane e qëruar, një tufë majdanos, një filxhan me ujë të filtruar. Të gjitha këto përbërës i kombinoni së bashku në një blender, shtoni ujin dhe përzjeni derisa të keni një krem, por mund të shtoni dhe disa përbërës të tjerë e do të merrni një bomë të vërtet vitaminash. Mund t'i shtoni gjysmë avokado, një grush me spinaq, pakës arra, pini këtë lëng një herë në ditë, mundësisht në mëngjes, para se të hani, provoni dhe veshkat tuaja do të jenë shumë mirënjohëse. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.